Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini sërish në kanalin tim. Sot do përgatisim një byrek. Kjo video ka diçka të veçantë, pasi sot do të tregoj një teknikë si ta përgatisni këtë byrek vetëm me 2 peta. Do t'i hapim ato një nga një, duke përdorur një metodë shumë praktike që krijon dhjetra shtresa e feta brenda pa u lodhur fare. Nëse doni të kurseni kohë dhe të nxirrni një byrek nga furra perfekt dhe krokant, atëherë ndiqni recetën hap pas hapi. Si e pat, unë këtu përgatita brumin e byrekut me 400 gram miell, një lugë të çajit me krip, diku te 240 ml ujë, e përziejmë për 5-6 minuta derisa të arrijmë një brum të butë. Unë kam zënë pak të ujshëm, ndaj i shtova 2 thërime miell. E vendosim në pjatë, e lëm të pushoj për disa minuta, tani në verë nuk ka nevojë të pushoj, por unë po e lë derisa të përgatis mbushjen e byrekut. Kam zgjedhur një kungullesh të vogël, diku te 500 gram, nuk ka nevojë të pastrohet nga lëkura, vetëm do i heqim këtë pjesën e brendshme. E grim në renden e kungullit, duke i shtuar përbërësit e tjerë, 2 vezë. Do t'i shtoj një lugë të çajit me krip, gjysmë lugë të çajit me sheqer. Për t'i dhënë më shumë shiun do t'i gri edhe pak arr muskat. Shumë pak qumësht, pasi kungulli lëshon vetë shumë lëngje. E përziej mirë dhe mbushjen e kemi gati. Tani shpejt e shpejt do tërhollim petët. Lyejmë tavën me vaj, ta kemi gati. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, e ndajmë në 2 pjesë të barabarta, në këtë mënyrë. Përgatisim edhe pjesën tjetër të brumit, e bëjmë një kulaçk tjetër, dhe kulaçkat i kemi gati, thjesht ne duhet t'i tërhollim. Gjithmonë petët unë i ndihmoj me një seshte. Fillojmë të hapim petën, një petë normale sigurisht. Mundet edhe të përdorni rul në këtë recetë, por mua më pëlqen dhe më duket sikur e bëj më shpejt me oklai. E lyej me vaj, e pudrosi me një seshte. Kjo është e veçanta e këtij byreku, pasi unë do t'i bëj vetëm këtë prerje në mes. Më pas do ta mbledhim kështu rulon në formën e një kaushi, ose mund ta palosim në formë trekantçe. Faktun këtë lloj tërhollje e bëra edhe në live-in tim, por nuk e di, ai live doli jo mirë. Nuk kuptohej zëri, edhe figura gjithashtu. I shtojmë një seshte, e palosim mirë, i bëjmë atë ngjeshjen pak me oklai, dhe sërish do ta hapim një petë. Ndihen ato fllুckat e ajrit që ka krijuar peta nga brenda dhe nuk të bezdis fare, pasi vaj nuk del në anë të petës, nga që peta është e mbyllur brenda. E bëm pak më të madhe këtë petë, hapim edhe petën tjetër, sërish duke ndihmuar me një seshte, e hapim një petë normale, sigurisht që peta është e trashë, jo e hollë, pasi gjatë palosjes ajo do hapen petët një nga një. E lyejmë me vaj ulliri, e pudrosim me një seshte, i bëjmë vetëm një prerje nga qendra deri në fund të petës dhe mbledhim si akullore në këtë mënyrë. I demonstrova të dyja petët me qëllim që ta kuptoni sa më mirë. Më pas, si e shikoni, është një kaush i vërtet. E shtypim kështu si fisarmonik, dhe të dyja qendrat, edhe këtu në fund e vendosim në qendër, edhe pjesa e sipërme është vendosur ajo prerjetja në qendër. E ndihmoj me një seshte, i bëjmë këto shtypjen që petët hapen të gjitha në të njëjtën kohë. E hapim një petë normale, hapet shumë shpejt dhe nuk të lodh fare. Është një byrek që vetëm për 15 minuta e përgatisni. E lyejmë petën e parë me vaj ulliri. Do t'i shtoj mbushjen duke siguruar pak sponde anësh që mos na derdhet gjella. Te kungulli i shkon shumë pak gjalp, edhe pse nuk më pëlqen të përdor gjalp, por kungulli e do pak gjalpin.
I vendosim petën e dytë sipër dhe do shikoni që gjatë pjekjes ato petë do hapen një nga një. Do e fusim nga poshtë këtë petën që është pak më e madhe, me qëllim që byreku të mbyllet dhe të duket estetikisht bukur. I bëjmë një prerje, por jo plotësisht prerjen, vetëm në sipërfaqe. Jap një formë paksa ndryshe, duke i vendosur një tas supe në mes, e ndajmë në 8 pjesë, duke i shtuar sipër vaj ulliri dhe sërish pak gjalp. Do ta pjekim diku tek 25-30 minuta në 200 gradë. Dhe është pikërisht ajo pjekja e mirë që i hap fetat e byrekut një nga një. Dhe ja ku doli nga furra byreku i artë dhe plot aromë. Kungulli dhe gjalpi me pak muskat shkojnë mrekullisht bashk, siç e shihni brumi është bërë flet, sikur të kishim hapur me 10 petë. Ju siguroj ta provoni këtë teknikë, sepse do t'ju lehtësoj shumë punë në kuzhinë. Si gjithmonë me nënën është edhe Reo, është degustatori i recetave të mia. E pëlqeu aromën e byrekut dhe dëshiron ta shijoj. Nëse ju pëlqeu kjo video, do ju ftoja t'i bënit një like dhe të regjistroheni në kanal për më shumë receta të thjeshta dhe tradicionale. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët dhe mirupafshim në videon e radhës.